Se nga ky mund cilë dhe policin të arrestoj për shembull. Se nuk e pritëm një duar trokitje për Inën, ju lutem, domethënë. Ma shumë, bravo, faleminderit shumë. Ina, ke po, për siguri ke po bigun, gjithsesi. E kena po bigun, se kena për cilë bashkë çdo ditë, po prajme t'i kom këshyrë zakonisht, fitusin e kena tonin. Tunin e kena. A e kuptova po edhe na jetë është jo, ka orë kjo. Po e kuptova, tani e kuptova, vazhdoj na jepi. Tash na juve pak se... A pse veç ke kokushi për ndrysha, ki kokushi gjesën ajo? Më duket njëtë për dëshme. Po. Ku në Pavlan? Në Pej. Në Pej. Ma holla thirët Pavlan. Po Pavlan dhe, po di. Pavlak? Në, Pavlan. Pavlan. Aty afer, a e koni ma hollë tjetër, unë e afer jemi me... Pa e konë fansë e gjesit a lajrë, drejt kalza? Unë fansë i asnjonit nuk jam, veç për me përkra e kom përkra gjestin. Pse moj? Pse jo Rozanën? Po tash, si kur jo që i përkrani t'joftë edhe në atont. Jo, ne si jemi tanët dhe juaj, ne jemi një. Po, na jena një, po ju keni budalime aty, me gjestin. Shumë kam budalime. Kush ju? Shumica banorve dhe... A kanë bërë gabim, qëpse ka dalë ky mesazh, është përcjell ky mesazh, na si publik e kemi pa që nuk e keni mikprit, që ju presim na juve në reality show. A, ju na prisni shumë më mirë, kjo është e vërtet. Na ju presim ma mirë, kjo është e vërtet. Po, ju la Ne Tiranës, kur vim Prishtinë, ju bëjni të personal për këto. Jo. Na, që shi presim këta, do me thonë, këta nuk na kam prit neve... Ati që i tha shumë, shiko, hallisht se s'na lindet flini në gjumë. Nuk na lindet flini në gjumë. Po tash, a e shku me bolojti? Po. Ti du të me boloj atë? 24 orë edhe duhet me fjetë. 24 orë, a i ka energjit mja. Edhe Ina ka marrë pjesë me një shtëpi që të pak. A, vërtet. Do të me bo, po ka marrë pjesë një ma herë. E pse ti për kritikoni me dhe ti e konë shumë e osh për atë shpi. Dëshim i rejgjë dy femra. Ja ka dalë. Ja ka dalë. Kur jemi këtë tek e rënja, ti ke desh mu rej ind, ja ke gjithë për fyti. Veç pa ka kupeditja e kur të kamera pashish. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Halë veç ke desh mu ro. Ke qenë agresivi? Kjo është e shtirë më rejë vor? Agresive në debate kam qenë. Në debat, po në debat. Po jo në gjona tjera. Edhe qa keni po, ju ato e në konë skenore bashkë me emisionin që i kemi botë. Mu mërë mësi që të kerejt? Se këta nësë të kam po skenore? Sështë që unë jam ashtu bashkë agresive. Në debate jam normal se duhet me konë. Duhet me konë edhe... Qështu? Qështu? Qa kanë shku s'ki? Po le, që u po punani me Valburën në burë? Nisi me një njohje, pati një pëlqim, po pati shumë luhatje humori dhe refuzimi darkës mua më kushtoj pak emocionalisht. Një muaj nuk kemi folur, pastaj ka pat dhe sulme të tipit, do më thënë, jo shfrytëzus, jo... A e recitoj atë poezinë dhe rrallë që jemi sa rrallë? Jetojmë të dy në një shtëpi. Të dy në një qytet. Në një shtëpi. Dhe rrallë që jemi sa rrallë. Po, dhe rrallë që jemi sa rrallë. Jetojmë të dy në një shtëpi. Ti do shte me bo aty një lidhje, po të ndërprej të gjesti, po. Mua, me kë, me gjestin. Jo me gjestin, me Ardon. Me rëzonë. Lidhja e vërtet e imja në shtëpi. Gjesti, si ja ka morë qmimin, po edhe simpatia të aty në atë shtëpi. Jo, do me thënë, me Rozanën ne jemi miqë, kështu që nuk... Unë po poli që akon pa në emision, mu nuk më intereson që pa në keni jashtë. Jo, ka qenë, për mua ishte Rozana që i kam bajt lojnë gjestit, jo gjestit Rozanës. Për neve të gjithë... Dhe ka bërë shumë gabim dhe prandaj ka pas atë debat. Ja, të gjithë juve ju kam bajt gjesti. Ju ose për keq, ose për mirë, qka dhe që ju keni ka pa t'i djallë ju i një bo viral jashtë. Edhe për ajo me hymje të gjestit ju i një bo krejt Big Brother e Shqipëris është bo viral. Me thonë se nuk e kishit shiku ka që shumë publiko. Mua më vjen shumë mirë që ti e përkra kojshi unë tatë. Jo, që e kam vetëm kojshi. Po ashtu është se a ju kanë gjallë juve. Prit ta veshmi. Prit ta... O lert, është përfull shumë edhe dhe me thonë për një lidhje të fshet. I kom po kështu të mos po flasun. I kom po në për internet, kënë se Ulsa, dhe me thonë producentja e Big Brotherit Kosovës, ka full kënë se Tinza me produksionin e Shqipërisë edhe e kanë qitë gjisti për këtu i për me qua tje e kësi gjona. Jo, mërë burit. Këta nuk mujnë me ditë se këta kanë qenë jam tani u bëj një javë sa vajtën 8 ditë që jam jashtë, nuk 9.
Jo, nuk kam dëgjuar do një gjë. Shiko, në një teleshikueshmëri kaq të madhe thashë theme do ketë. Do ketë teori konspiracioni, do ketë edhe hiperbolizma, si thot Ina për shembull që na ka mbajt gjithëve gjesti. Po marrëdhënia e Gjestit me Eglin, a duket artificiale ajo? Shiko, ka qenë një marrëdhënie që ata i çojnë të dy në finale. Për mua ajo marrëdhënie i çojnë të dy në finale. Nëse nuk do ishte ajo marrëdhënie, por që ka gabuar, për mua nuk duhet të kishte rihyr, dhe kam përshtypjen që rihyri për të mbajtur lojën e saj, por ndjenjat nuk fshihen, s'ke ç'bën, ndjenjat dhe kolla nuk fshihen, nuk i fshet dot. Dhe nuk ajo Egli nuk e përballoi dot. Kamera sonë rran? U kthye, jo, kamera nuk gënjehet dot. Dasma dinkoj shumë, s'diskutohet, dhe për mua ka qenë një marrëdhënie e cila duke pas dinamikën e saj, refuzimet e Gjestit, insistimin e Eglit, këmbguljen e saj, donjëherë edhe për atë që u akuzua si urdhëroi na fol, e lash. Se jo të gjë gjithë. Urdhëro, jepi. Po du me fol pak ka ona femnës, që ka duru ajo Egli aty, unë mendoj që e ka bo veç për më shku deri në finale, se e ka ditë që Gjesti. Po prej kujt i ka duru? E ka duru prej Gjesti, do me thonë, sa shumë e ka injoru, sa shumë e ka ullë poshtë. Që do të s'ka bërë mirë, ti s'doj bëje. Unë si femën si kisha duru. Nuk i kisha duru as për qmim, as për finale, as për faj, nuk ka Gjesti që e ka... Me poshtë ka që shumë një djallë, nuk i kisha leju. Se më duket Big Brotherin e Kosovës ka ndodhe kundërta. Ishte një vajzë që ullë të poshtë atë. S'muj me thonë që në fillim e ka ullë poshtë, po ka mendu me boloj, po tani e ka ullë vetën. Pastaj ajo erdhi tek Big Brother i Shqipërisë dhe ndroi vende. Çfarë i bën këtu, filloi të bënte ai atje. Po, çashtu, ama unë e ka thënë në video që ka marrë për akmarrje. Po ajo vajza ka qenë herë parë që unë kam nxjerrë nominim. Po mendoj që kam e vazhdu lidhja atymve pas shtëpisë. Si është ti? Pyetje. Shiko, unë nuk e çështja është se janë edhe një brez që ndonjëherë jetojnë dhe për TikTokun dhe për klikime. Që kishte shpeshherë kimi mes tyre, kishte. Por në qoftë se keni parë 2 ditë para finales, Gjesti është në divani dhe më ka thënë bab më fol se ty të ngoj. Dhe i tha shiko, ju keni shumë mos përputhje me njëri tjetrin. Dhe me kaq mos përputhje që keni me njëri tjetrin, o ti do ndryshosh nga përkushtimi kaq i madh që ka Egli ndaj teje, se tashi nuse katuni Egli nuk bëhet. Ashtu si Loredana, nuse fshati nuk do bëhet. Nuk ta mje lopën. Jo, nuk ta mje lopën. Ja, Gjesti Prishtinje të në shehër të madh. Po flas, po flas si mendësi, që çonë bë kafen, gatujmë, lajmë, shplajmë, hekuros. Jo, ato janë. Çka është ajo, çdo femër duhet më po nuse shtëpisë. E po ajo nuk bën. Pa parasysh Amir është me arrit reality show, a je mesa modela, qka do që je qatë moment që